këtë debatet në PS. Je një deputet i ri, por ke eksperiencë në PS, ke qenë në struktura. Nuk kam qenë PS. Në struktura. Po flas në nivelin e përfaqësuesit ligjor dhe të legislativit. Më jep një koment për këto debatet e fundit, tezat e zonjës Pirpali, nëse gjithmonë do të thuash diçka. Nuk e kam pas, nuk e di, unë të grupi parlamentar jam, por nuk më ka ardhur akoma, nuk jam njoft me atë çka Elisa ka shkruajt. Edhe me thënë drejtën, qëndrimet e asaj i zonjës Pirpali unë i kam njeh. I kam njeh edhe më përpara, por nuk është se përbën një lajm Partia Socialiste periodikisht her pas here ka pas të tilla diskutime. Dhe Partia Socialiste është një organizëm që organazhet e saj gërsasin kur lëvizin, edhe normalisht zoni gjithë secilit ndëgjohet. Edhe për sa i përket pjesës së demokracisë në parti, nuk domethënë është një pjesë që unë e bëj muhabet edhe e mbroj pa pik problemi të formën se si funksionon Partia Socialiste. Por ajo që duhet për me ditë është kjo, që Partia Socialiste është një parti që është në pushtet mandatin e 4. Edhe unë e di këtë. Partia Socialiste ka ndërmarrë reforma si as kurkush më përpara në këtë vend. Edhe unë e di këtë. Partia Socialiste do integrojë Shqipërinë në Bashkimin Evropian, duken shumë kështu, duken shumë kështu si klishe, po edhe unë e di këtë. Partia Socialiste sot këtë nuk e di. Se kjo është gjë që nuk dihet aq e sigurt. Atëherë, te reformat jam dakord, po te integrimin bëhe, unë do doja mos hidhje bast. Unë e di këtë nuk lejon bastet me leq. Tani unë e dua që të jetë Shqipëria bëhe. Nuk lejon bastet me leq, vetëm po e bëm online. Edhe unë e disha edhe këtë. Sot Partia Socialiste ka fituar 83 mandate, ka marrë 830.000 vota. Pra e di edhe këtë. Atëherë, të gjitha këto kanë ndodhur me këtë strategji të funksionimit të Partisë Socialiste. Me kryetar Partisë Socialiste Edi Ramën, kryeministri. Edhe për sa kohë, për Partinë Socialiste si strukturë politike, për shtetin shqiptar, si shtet shqiptar i administruar nga kjo majorancë, këto janë suksesshme, atëherë për çfarë duhet me ndërru strategji? Për çfarë duhet themi ne që jo shkon kjo, për sa i përket pjesës strukturore politike të Partisë Socialiste. A është anashkaluar një pikë e statutit? A s'është anashkaluar një pjesë e statutit? Këto janë diskutime të tjera, hajde rregullojmë statutin. Por amane, qoftë se ne kemi qenë edhe vim sot me 830.000 vota të drejtojmë Shqipërinë, kjo ka thënë që gjëja ka funksionuar, kjo strategji ka funksionuar. Në qoftë se ti pastaj ke mendimet e tuja, edhe mendon se kjo strategji nuk na jep ne 83 mandate, po na jep 95, apo fitojmë gjitha të tjerat, hajde hedhi. I ka hedhur shumë mirë proceduralisht sipas statutit e ka bërë. Kam idenë se do vini një moment që do diskutohet edhe do patjetër që do marrën vendime për këtë. Nga situata e krijuar nga protestat, Ermal, është folur në PS për zgjedhje të parakohshme apo është jashtë diskutimit? Se flitet jo vjeshta, jo. Mëse i ke ndjekur atë diskutim. Patjetër që kemi ndjekur ne jemi njerëz politik. Edhe patjetër që jemi pjesë edhe e diskutimeve edhe të marrjes së feedbackut nga këto. Asnjëherë nuk është diskutuar kjo historia. Të paktën unë nuk e kam thashë më kujton ti po e mendoj. Në fakt nuk është diskutuar kjo historia po çfarë sensi ka. Ne para në 2026, ose në 96, kur OSBE-u deri shkruajtet që zgjedhjet u realizuan, por nuk arritën minimumin e standardit demokratik. Jena në 2026, në 30 vjet mbrapa. 30 vjet mbrapa diskutojmë ne që bëmë para një vitit një palë zgjedhje, edhe i këti se du të viun, si jam dakord se më pëlqen ti mu, i këti se du më ardhun, sepse unë nuk vi me vot. Ke i kontrat me qytetarët, nuk është ashtë e thjesht. Po edhe është një histori precedenti pastaj. Që kjo histori, demokracia kështu funksion, thashë edhe herë. Ore, demokracia është një sistem ku logjika e numrave prevalon mbi logjikën individuale të gjithë secilit. Në qoftë se ti don, nuk je dakord, i ke alternativat e tuja. Hajde, hyn zgjedhje, hyn parlament, mos shko të marrë ato letat me ikë me vrap. Po hajde dhe bëj debatin cilësor, patjetër që me thonë të drejtën, unë e kam thënë edhe më përpara, është shumë e çuditshme. Ora është gjë më normale në botë që të shohësh të protestosh kundër qeverisë apo një politike. Pra, ne kemi pas në Shqipëri protestën e armëve kimike. Unë personalisht kam qenë shumë pro asaj. Nuk kam qenë kundër protestë, nuk kam qenë pro protestës, kam qenë kundër me hek armë. Unë isha që kjo gjëja të ndodhte. Nuk isha kundër armëve kimike. Po te protesta e studentave që kishin drejt. Pra, politika të caktuar në momentin që ky kryeminist që është sot reflektoi
reflektoi majti qëndrim. Unë mendoj, nuk e di fix situatën, por unë mendoj që nuk e ka pas lehtë për të marrë një vendim te pjesa e armëve kimike, sepse kishte avancu. Kam qenë gazetar terreni dhe ishte marrë vendimi 2 ditë para dhe ishte shumë presion i madh Shtetet Bashkuara të Amerikës, lëndët kimike, ato kanë qenë lëndë kimike në thelb. Armët shuit në nesh, asa Po, kështu i i ngeli armë kimike, po ato ishin lëndë kimike dhe unë mendoj që është bërë mirë që nuk u pranuan, po ky është mendimi. Unë mendoj të kundërtën, sepse unë mendoj të kundërtën. Do ishte një kontaminim, por nuk është kjo, kontaminimi i sigurt në një tokë shqiptare dhe ato lëndë që nuk azjesohen dhe nuk ikin. Mori Italia. S'ka që. I mori Italia se ka tokë. I futën kontenjere, histori e gjatë. Përfundimisht i mori Italia, ne nuk dyshimet thonë që i kanë çuar në Afrikë, histori e gjatë. Pastaj, gjithë kjo pjesa e diskutimit, se munëm për me thënë që për pjesën e këtyre protestës, më falë tash ne ngelem se ashtu në diskutimin po më ndërhyjnë e tje dhe ndaven. Jo, po flisim për zgjedhje të parakoshme. Po, për zgjedhje të parakoshme ta dhash përgjigjen. Pra praktikisht nuk është diskutuar asnjëherë, nuk është se kemi pas një diskutim për pjesën e kësaj. Dhe vjeshta nuk do ketë surpriza, po themi. Besoj se vjeshta do ketë në vjeshtë besoj se do fillojë një sesion i cili normalisht që do të ketë një dinamik, sepse edhe reflektimi që na paraqet kryeministri, strategjia e re e Partisë Socialiste nuk është se është diçka e cila do ngelet vetëm në praktik apo në teori, por normalisht do reflektoj, besoj unë, edhe të një dinamik e cila do jetë në punën e legislativit Kuvendit të Shqipërisë. E duke i shtu këtu edhe dinamikën që ne kemi me parafrimin e ligjeve për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, pastaj unë shoh se do ketë një dinamikë të jashtëzakonshme ky sesion parlamentar. Unë mendoj që duhet e vështirë, sepse zoti Rama foli për empatinë. Empatinë, të jesh empatik është e vështirë, por gjithsesi ose ta konkretizosh empatinë, një ndjenjë, ti ke mbaruar psikologjinë, ti e di shumë mirë, por gjithsesi duhet kaloj një tjetër diskutim normal, si deputet i ri. Si është të punosh me kryeministër Edi Ramën? Pra po flas sekretar partie. Atëherë po si është punosh? Kryeministri bën një punë tjetër. Është në ekzekutiv. Ne jemi në legislativ. Po, gjithsesi bënim ledhjet, jep një sugjerime, keni diskutime. Shive, ajo që është ne kemi çdo të hanë bëjmë ledhjet e grupit parlamentar. Edhe një herë në muaj bëjmë ledhjet e grupit parlamentar bashkë me qeverinë në Pallatin e Brigadave. I kemi bërë të përmuajshme, u bën sa muaj që po e bëjnë të përmuajshme. Edhe aty pastaj ka gjithsesi diskutime për ato çka mendon çoft për politikat që bëjmë, çoft për diskutimet deri në më të vogla. Pra kemi pasur diskutim shumë gjatë një moment për kadastrën shtetënor. Pra ishte drejtoresha kadastrës, kemi bërë një diskutim shumë gjatë me problematikat që dalin, sepse normalisht ai është një institucion me ndjeshmëri të madhe, sepse marrëdhëniet me kadastrën shtetërore janë të gjitha për një herë. Kanë shumë qytetarë. Normalisht duhet të them drejtën tash edhe është edhe një institucion që perceptimi publik ka si të korruptuar. Nuk po them se ka si të korruptuar, po them që nuk e kanë lartësinë e disa institucioneve tjera. Edhe normalisht nis për kësaj drejtoresha erdhi, ne kemi diskutuar shumë gjatë për atë. E normalisht për gjitha kemi diskutuar aty çfarë shohim të arsyeshme. Pastaj janë sa të tjera që unë shoh në rrafshin personal, janë sa të tjera që janë vendime politike. Edhe për vendimet politike, tash unë deputet jam, po tash edhe kjo historia që ky deputeti marr rastin që ta konkretizojmë këtë çfarë duhet të them. Marrëveshja me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për armet. $302 milion. $302 milion, që ajo që e morin ai hiku me vrap. Them drejtën, unë po ta lexoj 20 herë atë. Unë e marr vesh, unë e kuptoj në terma ekonomike, interesat si do paguhen deri këtë pjesën. Por për pjesën se çfarë armësh do blihen, si do vën, ku do, po s'marr vesh nga këtë, bëj kot. Tash unë deputet jam, po jo domosdoshmërisht duhet të marr vesh nga kjo historia. Edhe nuk e kam, më kam mjaftu ajo çka na tha në relacion Ministri i Financave, për të ngrit një opinion mbi atë marrëveshje. Po jo
nuk shkova për ta lexuar sepse nuk marr vesh. Ku marr vesh unë nga armët? S'marr vesh. E dal aty të them tash që të tjerë që marrin vesh nga armët u frymëzuan nga kjo historia dhe pastaj po, si zoti Rama nga afër? Keni komunikime, pranon sugjerime sepse ideja është që është diktator, nuk pranon, vetëm imponon. Si është Rama nga afër, Ermal, në sytë e një deputeti të ri në Partinë Socialiste? Nuk e di si është zoti Rama në sytë e deputetit të ri, unë di si është zoti Rama në sytë e mi. Është një kryeminist shumë i mirë. Edhe për sa i përket pjesës së komunikimit, unë kam komunikuar me Ramën kur kemi qenë në opozitë. Kur kemi qenë në opozitë, unë isha kryetar Freshit, kemi diskutuar, kemi komunikuar edhe me telefon, kemi komunikuar edhe fizikisht 4-5 herë. Jo, po ka kaluar shumë kohë. Themi pa kohën aktual. Zoti Rama ka ndryshuar shumë, besoj. Në pjesën tash që jam deputet, kam shkruajt 1-2 herë për problematika atje, me të cilat me thënë të drejtën kam marrë përgjigje super korrekte. Edhe 1-2 gjëra edhe shku në vend. Pra, kjo është me tipin e njerit pastaj. Jo për gjithë shka duhet t'i shkruash me në jonë. Patjetër. Po dëgjon. Ne kemi një është aq i po themi arroganca është perceptimi i jashtëm. Marrëdhënia unë me kryeministin jena shok. Ai është kryeminist, unë jam deputet i partisë. Na bashkojnë aktivizimin të njëjtën parti, edhe fakti që unë jemi edhe deputet. Jemi të dy edhe deputet, edhe unë, me thënë të drejtën, deri tashi, politikat, jam një promotor i politikave të kryeministrit, po të kapit paketa maleve, për shembull, majta i qëndrim para ca ditëve. Je dakord me të? Me paketa maleve? Po. Unë kam majtë, po kalojmë të kjo, unë kam majtë i qëndrim për punën e paketës maleve. Paketa maleve, do të bëj paralelizëm, nuk e di se sa kohë kena. Kemi dhe pak. Në 2014, në janar 2014, bëhem drejtori i Fondit të Sigurimit të Kujdesit Detyrueshëm Shëndetësor. Ishi SKSH-ja për rajonin e Lezhës. Një nga politikat që u bë atëherë nga Ministria e Shëndetësisë ishte çekapi falas. Edhe u implementu çekapi falas, unë drejtoria jonë ishte ajo që monitoronte çekapin falas. Edhe aty logjika ishte shumë e thjeshtë. Parandelimi është më i mirë se sa kurimi. Filloi kjo historia, filloi muzika, anetimimi i çekapit si paket. Opozita. 1, 2, 3, 4 mediatikisht u lut shumë keq me atë paketë. Ajo çka ndodhte atje, ishte se unë e shifsha çdo ditë që për shembull në Lezhë, në Mirdit, në Kurbin, bashin analizat, ndodhte që bashin analizat, edhe vite tjetrin zyrën time dhe thotë, o drejtor, më keni zartë smure. Ndërkohë i kishte dalë kolesteroli timit 550, 600. Më keni zartë smure, më kanë shnoshë mire. Jo ne ajduta që bani këtore, si ju vjen turp. Në të na bën smur me zër. Pra praktikisht nuk e kuptoshin sepse shifshin influenca e anatimimit që po i bëhej qoftë politikisht, normalisht po rrjedhoi edhe mediatikisht. Pastaj e çoi atë politikë që për mua është ndër politikat më të mira që kanë ndodhur në herën vendin ton, politikën check-upin, e çoi në kufit e dështumes. Njerëzit nuk bashin më check-upin, se thoshin, kanë komunistat e bëjnë check-upin. Çe më e bë këta, ata kanë bë këta komunistat me na vjet. Deri në këtë pikë shkoj. Kthehem prap te paketa maleve. Që është e njëjta formë. Çohen protest, vend pik. Po, është anullimi paketës maleve. Mas asajt dorëheqjes kryeministit, anulloni paketën e maleve. Ma beso, kam pa një natë kur ishte kryeministri në theth. Edhe u kthy prej thethit kryeministri, ndërkohë mediat fillunen edhe banin objekt atë paketën e maleve. Ma beso Arber, ata që po e kundërshtoshin paketën e maleve në televizion, se ti në protest mund ta kundërshtosh, se del aty s'din gjatë që tu thonë, po thot. Po e kundërshtoshin paketën e maleve në televizion edhe se kishin lexuar paketën e maleve hiç. Një 2-3 raste. Kishte, ore ke lexuar paketën e maleve për ju drejtohet ai tjetri për matan banakut. Percip tazi apo e kam se kishin lexuar. Thjesht, hajde ti bim se është një ndër pikat që duhet për mira, edhe të bëjmë politikë. Shive, unë kam menduar edhe unë kam shprehë që për mua personalisht është politika ndoshta më e mira që kjo qeveri ka ndërmarrë ndonjëherë. Pra, tokën e cila të takon ty me drejt Zotit, po jo me drejt ligjit
sepse ti s'ke marrë dokument certifikat për atë, por ama ka thënë toka gjyshit tan, në këtë moment ti mundesh me zhvillu, në qoftë se ke interes me zhvillu, edhe në qoftë se është një ndër zonat prioritare të shpallura për bashkisë për zhvillimin turistik. Tash ne e dim kalvarin e problemit të pronave që kanë në këtë vend. Unë kam shkuar edhe pak më përtej biles me atë. Tash ne në shtet, në këtë shtet, a kemi krim të organizuar? Po të pyes? A kemi? Po kemi diskutuar. Po në botën perëndimore a ka? Po, edhe kemi Në këtë shtet kemi korrupsion ne? Është problem. Po në botën perëndimore a ka? Ka, po ndoshta niveli është diferencë. Ne nuk po hym te diskutimi i këtyre si ja niveli është diferencë. Pyetja. Ne a kemi probleme me pronat në këtë vend? Është problem shumë i madh. Bota perëndimore a ka? Se ka hiç. Nuk jam i sigurt. Okay. Unë besoj që s'ka. Po. Pra, unë mendoj, kam shkuar, nëse ne kemi bën një prokurori edhe gjykatë posaçme kundër të krimit të organizuar, edhe korrupsionit. Unë mendoj të njëjtën gjë do bëjmë me pronat. Ne duhet të bëjmë një gjykatë ndoshta të posaçme, speciale, me afat 3, 4, 5 vjet, 10 vjet, e cila do të jetë për pronat. Paketa maleve, ti jep mundësinë me zhvilluar një ty tokën që ti atë marr rastin personal. Ne nuk i kemi bërë letrat e tokës që kemi ne. Se ne s'kemi dashur me fut bashkëpronar gjykatësin. S'kemi dashur me fut bashkëpronar gjykatësin. Se si ke marr letrat e tuaja pa i dhënë pjesën e vet. Kështu ka pas funksionuar më përpara. Që ti të marrësh tokën tonë, duhet të jepsh do të jepsh lekët, do të jepsh pjesë. Që të bash bashkëpronar. A duhet bash bashkëpronar drejtorin e kadastrës? A duhet bash bashkëpronar ATP-n? Shumë njerëz nuk kanë pas mundësi. Ne si morëm tokat tona, ne kur erdhëm thelbi i diskutimit e paketës maleve, sepse kjo është pika dhe dua ta mbyll këtu, është që do t'i merret toka atij që e ka, të zotit, pronarit. Ky është problemi, i merret apo jo toka? Se pastaj do zhvillohet një zonë që është tokë shtetërore. Atëherë, tepër kufizimet, hy pak në term teknik, është shumë e rëndësishme kjo. Tepër kufizimet është poseduesi jo pronar. Poseduesi jo pronar është ti që ke tokën tënde, por nuk e ke me certifikat pronësie. Por ama vetëm ti mund ta bësh, mund të zhvillosh biznes aty. Vetëm ti mund ta bësh me disa të tjerë, qoftë kushrit për të ra dakord, sepse tash kemi ardhur ka evoluar deri në pikën që pronarët e një pjesë të tokës mund të jenë edhe 30 veta. Por ama në qoftë se ti s'ke mundësi për ta bërë këtë, por ama ke vullnetin për ta bërë këtë, don për më e bë, merr edhe futesh me përqindje ta zam siç bëhet sot. Kjo historia që kam një 2000 metër tokë, jap njërit bë pallatet të merr përqindjen tane. Pra mund të bësh këtë histori. Por jo me detyrim. Absolutisht jo me detyrim. Absolutisht jo me detyrim. Pra ti mund të zhvillosh pronën tënde pavarësisht se nuk e ke me letra. Edhe një ndër këta qytetarët që janë, që unë se kam aplikuar akoma në fakt se po shoh mundësitë, sepse është çështje mundësish kjo puna, jam edhe vet. Pra, praktikisht ligji pa ne të mohet, pa e lexuar për asnjë moment. Po paragjikohet, jo po se pas unë kanë shkruajt shumë në qendrimet që kam marrë për paketën e maleve. Ligji paragjikohet jo se ba me ardha i tjetri se hyn aty ke toka jote, se po, shembuj që kanë ndodhur në këtë shtet, që nga 92-shi e deri sot, ne kena po raste çuditshme që domethënë kena po cirk me ligjin. Po ne nuk po flasim për cirkun, ne po flasim për ligjin. Edhe momenti që ti janë të mën, ndodh ajo që po ndodhte me check-upin. Se kjo historia nuk vlerësohet, nuk shihet sa duhet. Pra duhet parë në evolimin. Edhe pastaj kjo i lën vend atyre që çohen ngjes me menen që hajde si ta them ligjin e hajde si ta bëjmë një poshtërsi. Por ama ligji duhet përkrah, duhet promovuar çdo një njeri që e lexon, unë nuk mendoj që mundet me pas logjikën aq smur sa për me sulmuat ligj si ligj. Megjithatë pastaj është ka interpretime, por unë ta mbetet për të parë. Gjithsesi, Ermal erdhëm në fund të kësaj bisede. Faleminderit shumë kënaqësi që kishe. Shumë faleminderit për ftesën. Unë me thënë drejtën ndova si jena në kafe. Edhe tash na do bëj mohabet. Folëm shumë lirshëm edhe besoj që i tham ato që duhet thënë. Faleminderit shumë kënaqësi. Faleminderit juve. Ndërkohë, me këtë episod erdhëm dhe në fund të ditës së sotme të Albania Newscast. Ju gjithëve ditë sa më të mbara, mos harroni bëni subscribe, jepni komentet tuaja, do t'i lexojmë me vëmendje, do t'japim edhe padyshim feedbackun më tej. Deri atëherë ditë të mbara.